Por unë besoj se Partia Demokratike dhe drejtimi i Partisë Demokratike nuk duhet shuar në përdyer e gjykatave, por duhet zgjedhur lëvizja politike. Sali Berisha e mori Partinë Demokratike me gjyq, ndërsa ne nuk zgjedhim që ta marrim në këtë lloj forme, sepse është turp për ne që Partinë Demokratike ta marrim në atë lloj forme, dhe zgjedhim lëvizjen politike për t'i treguar kujtoj që mbështetja brenda asaj partie për të qenë demokratike është e vërtet shumë e madhe. Sepse nëse do ta çojmë Partinë Demokratike në përdyert e gjykatave të kapura nga partia që është sot në pushtet, do të ishte një kalvar shumë i gjatë procesesh edhe gjyqesh, jo nga frika se mund të humnim, por për të mos e çuar edhe një herë ashtu siç ndodhi në 2021 apo ashtu siç e mori doktor Berisha Partinë Demokratike. Por zgjedhim lëvizjen politike, e cila besoj do të jetë më efektive se lëvizja juridike.